Dy shenja që tregojnë se të dy keni frikë ta doni njëri tjetrin edhe pse e doni tashmë. Ndonjëherë dashuria nuk vjen me zë të lartë, ajo nuk troket, nuk paralajmëron. Ndonjëherë dashuria vjen butë, aq butë sa të dy silleni sikur nuk e dëgjoni. Ky lloj dashurie nuk duket si në filma apo përralla. Ajo shfaqet në pauza, në hezitime, në një pothuajse që e bën gjithçka edhe më të ndërlikuar. Ti nuk thua çfarë ndjen, as personi tjetër, e megjithatë kjo lidhje ju tërheq gjithmonë sërish drejt njëri tjetrit. Ti pyet veten, pse ndihet kjo kaq e vërtet kur në dukje nuk po ndodh asgjë? Pse ky njeri do të thotë kaq shumë për mua, edhe pse nuk e kemi kaluar kur atë kufi? E vërteta është e pakëndshme, por e butë. Ju nuk keni frikë nga njëri tjetri. Keni frikë nga ajo që do të ndryshonte nëse do ta donit me të vërtet njëri tjetrin. Ja dy shenja të qarta që tregojnë se ju tashmë e doni njëri tjetrin, por frika qëndron në prag dhe ju përshpërit të prisni edhe pak. Shenja e parë, të dy tërhiqeni edhe kur momenti është perfekt. Ka çaste kur gjithçka përputhet, biseda rrjedh, heshtja ndihet e sigurt, energjia është e ngrohtë, e njohur, intime dhe megjithatë nuk ndodh asgjë. Asnjë rrëfim, asnjë hap i guximshëm, asnjë tejkalim i atij kufiri të padukshëm. Jo sepse mungon ndjenja, por sepse ajo është shumë e vërtetë. Pse ndodh kjo? Kur tërheqja është sipërfaqësore, njerëzit veprojnë shpejt. Ata flirtojnë pa menduar, rrezikojnë pa e peshuar. Por kur dashuria fillon të marrë formë, diçka ndryshon. Papritur fjalët duken të rrezikshme. Veprimet duken përfundimtare. Një hap i gabuar të duket sikur mund të prishë gjithçka. Prandaj të dy ngadalsoheni. Bëheni më të kujdesshëm. Rishikoni mesazhet. Riluani bisedat në mendje pa pushim. Përmbaheni të thoni gjëra që zemra juaj i di prej kohësh. Jo sepse nuk doni më, por sepse doni që kjo lidhje të mbijetojë. Frika nën heshtje. Ju nuk keni frikë ta doni atë, keni frikë ta humbni nëse nuk funksionon. Frikë të jesh i pambrojtur e të mos të zgjedhin. Frikë të hapësh diçka që ndoshta nuk mbyllet më. Prandaj zgjidhni distancën që duket si durim. Edhe ata bëjnë të njëjtën gjë. Kjo është arsyeja pse lidhja ndihet intensive, por e pathënë. E fortë, por e paqartë. Të dy po mbroni diçka të çmuar edhe nëse ky mbrojtje duket si tërheqje emocionale. E vërteta e pathënë, nëse nuk do të kishte dashuri, nuk do të kishte frikë. As hezitim, as mendime pa fund. Hezitimi është prova. Të dy qëndroni në pragun e të njëjtit sentiment, ndjeni të njëjtin tërheqje dhe prisni që tjetri të bëjë hapin e parë. Shenja e dytë, ju krijoni distancë, por nuk mund të hiqni dorë nga njëri tjetri. Kjo është shenja më e ngatëruar nga të gjitha. Ju nuk e ndiqni njëri tjetrin. Nuk kërkoni vëmendje. Ndonjëherë madje tërhiqeni. E megjithatë askush nuk zhduket. Sado kohë të kaloj, sado e qetë të bëhet mes jush, sado logjike të jetë të ecni përpara ju mbeteni. Distanca nuk e dobëson këtë lidhje, ajo e zbulon atë. Nëse ndjenjat do të ishin të dobëta, do të zbeheshin me largësinë. Në vend të kësaj, rikthehen në mendje, në çaste të heshtura. Pikërisht atëherë kur nuk e pret. Ndoshta nuk flisni çdo ditë, ndoshta shiheni rrallë. Ndoshta i bindni vetet tuaja se nuk po ndodh asgjë, por emocionalisht po ndodh gjithçka. Pse njerëzit që e duan njëri tjetrin tërhiqen? Kur dashuria bëhet dërmuese, distanca kthehet në një lloj vetëmbrojtjeje. Një hap pas për të rimarrë kontrollin, për të mbrojtur zemrën, për të mos u përballur drejt për drejt me ndjenjat. Edhe ata bëjnë të njëjtën gjë. Në vend të afërsisë, ndani mall të paralelizuar. Ju mungoni njëri tjetrit në heshtje. Kujdeseni në mënyrë të qetë. Shpresoni fshehurazi. Kjo nuk është papjekuri, është mbi ngarkesë emocionale. Besnikëria e heshtur, edhe kur jeni larg, askush nuk e zë vendin e tjetrit. Mund të flisni me të tjerë, të shpërqendroheni, t'i bindni vetes se gjithçka është në rregull dhe përsëri i krahasoni të gjithë me atë një person. Pyetni veten si është ajo apo ai.
Ndjeni një besnikëri të çuditshme, edhe pse nuk keni asnjë etiketë. Ky lloj lidhjeje nuk lind nga konfuzioni, lind nga dashuria që ende nuk ka gjetur guxim. Pse ndihet kjo dashuri kaq e rëndë? Sepse është e papërfunduar. Dashuria e pathënë peshon më shumë se ajo e thëna. Nuk ka mbyllje, nuk ka drejtim, nuk ka lehtësim. Ajo thjesht qëndron në gjoksin tënd, e qetë, e duruar, e fuqishme, e ndjen në mendimet e natës, në këngë që papritur të dhembin, në çaste kur do të dojë që ai person të ishte aty. Kjo dashuri të mëson durim dhe të provon guximin. Çfarë kërkon kjo lidhje prej teje? Jo nxitim, jo presion, jo rrëfim të detyruar. Kërkon sinqeritet me veten. Pyete veten but, a kam frikë ta dua atë apo kam frikë nga çmimi i kësaj dashurie? Po pres siguri apo leje? Dhe nëse asgjë nuk do të ndryshonte, a do ta pendoja që heshta? Ndonjëherë dashuria nuk kërkon veprim të menjëhershëm, por kërkon vetdije. Sepse kur dy njerëz kanë frikë të duan njëri tjetrin, ndjenja nuk zhduket me kohën. Koha vendos vetëm kush do të flasë i pari ose kush do të mësoj të jetoj me dhimbjen e qetë të posikur. E vërteta e fundit. Lexoj këtë ngadalë, po të mos ju interesonte njëri tjetri, gjithçka do të ishte e qartë. Konfuzioni ekziston vetëm aty ku ka dashuri që mbahet brenda. Kur kjo lidhje ndihet e thellë, por e paqëlluar, e sigurt dhe njëkohësisht e frikshme, e qetë dhe megjithatë emocionalisht intensive, atëherë nuk po e imagjinon. Të dy keni frikë, dhe të dy jeni tashmë të dashuruar. Thjesht qëndroni në anët e kundërta të njëjtit ndjenje dhe prisni që guximi të bëhet më i fortë se frika. Faleminderit për mbështetjen tuaj. Mos harroni të pëlqeni, të shpërndani dhe të abonoheni në kanalin ton.